Një pjesë e konsiderueshme e gjithë këtyre problematikave që vijnë këtu në formë shifrash nga zonjat lidhet me thjesht dhe vetëm përtatësinë burokratike. Nuk është një barikad për të mbajtur informacion, por është një problematike e funksionimit brendshëm të mekanizmit administratës, kur vjen puna tek intensiteti me të cilin vjen kërkesa dhe tek intensiteti me të cilin duhet përgjigjesh. Natyrisht që kjo është e përmirësueshme, përmirësohet më pak se sa që do të prisnin ata që shikojnë gotën gjysmëbosh, por gjithsesi përmirësohet. Për të qenë shumë transparent, ashtu se jemi ke kryeza e transparencës, unë i kam bërë komisionerit një vërejtje për aq sa mund t'i bëj vërejtje e një institucionit pavarur që ka një gjë të munguar në veprimtarinë e komisionerit, që është mungesa e sanksioneve për autoritetet më të larta. Ligji është shumë i qartë, 10 ditë është koha për të përgjigjur, pavarësisht se 10 ditë mund të jenë shumë për intensitetin me të cilin zhvillohet sot bota e informacionit. Ditën e 11 në qoftë se nuk ka përgjigje, ka sanksion. Apo ja. Kështu thot ligji. Dhe duhet sanksionuar autoriteti më i lartë përgjegjës. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sanksionohen ministrat, duhet sanksionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Dhe në qoftë se kjo do të ndodhi në mënyrë të përsëritur disa herë, unë jam i bindur që do të krijohet një ndjesi urgjence e barabartë me urgjencën me të cilën punon sektori i gotës gjysmëbosh. Dhe kështu gota gjysmëplot me gotën gjysmëbosh do kenë një ndërveprim më të shpejtë, besoj unë, por duhen vendosur sanksion.